Plazhi publik i Bashkisë së Vlorës po frekuentohet në këtë ditë të fundqershorit nga shumë qytetarë që nuk kanë mundësi financiare për të paguar. Bashkia ka vendosur çadra, por qytetarët kërkojnë edhe shezlong, pasi qëndrojnë me peshqir në rër. Mbaruat? E mbaruam për sot. Duhet kishte shezlong? Duhet. Duhet. E keni të nevojshme? Patjetër. Sidomos për moshën tonë. Po, ju ku shtriheni apo dy në rër? Në peshqir. Në peshqir. Peshqir. Faleminderit. Do ishte mirë me fjalë tishin, po megjithatë nuk ka shkeq edhe kështu. Ndoshta mund vihet edhe një pagesë simbolike për mirëmbajtjen e shezlongëve, nëse? Po, nuk ka si gjatë keqe, nuk kushton se unë pash tani sot me fjalë pash edhe ca punëtorë që këtu e mani shumë pastër. Po, nëse këtu vijej shezlongi dhe ju mund paguanit një pagesë simbolike, por ama ishte? Patjetër, as diskutohet, nuk kushton gjë, mbarë se sa vehet, po sido që tjetë, edhe se është me fjale një pagë simbolike ose një pagesë simbolike nuk është gjë e madhe, se tani ne shikojmë se sa kushton shezlonet, kështu që i për mu nuk është edhe në i kosh me vu. Duhet dhe kosh? Kosh edhe në një servicio, po të ketë mundësi nga ato që janë kështu, që i venë zakonisht në për plazhe. Ndërkohë ju vini këtu sepse nuk keni mundësi të paguani në të privati apo jo? Tani as diskutohet se jo unë, po ka edhe shumë si puna ime që mas edhe mundësia nuk është që të pagush shkosh te privati, se pensionista, sido që tjetë 10 vita është të shtrenjtë gjithanej edhe këtu. Në plazhin publik të Bashkisë së Vlorës pushojnë dhe të ardhur nga Kosova e Maqedonia. Ata thonë se preferojnë plazhin me rër. Për neve gjithmonë ka qenë e preferuar në rër. Në për herë të parë kemi ardhur si vjet në Vlorë, se përpara kemi shkuar në Durrës në Shëngjina. Mendoj se zakonisht në fillim kemi shkuar në Ulqin, për 74-s. Atje gjithmonë çdo mramje e kanë rërën e kanë pastruar. E këtu po ka probleme pak se është rëra e fortë shumë. Nuk është e përpunuar. Po, tërpunohet rëra, ndryshe mirë është. Qytetarët shprehen se plazhi publik duhet të përmirësoj edhe disa kushte të tjera, duke i plotësuar ato, ku të ketë po ashtu tualete, si dhe rojë bregdetare. E pas keni zgjedhur mirë në mungesë? Sjell vet, po. Po edhe për këto shumë mirë jemi, s'ka gjë. Po, i keni sjell vet? I kemi sjell vet keqen. Mirë, shumë mirë. Vetëm banja të mungojnë, që nuk e di bet me kanalizimes bet, se unë vi nga Italia, për shembull. Më shumë jetoj andej, dhe atje për shembull plazhi publik është pa pagesë, është kështu si ashtu, po është me banja publike. Si vjet dushet i kanë vënë, janë shumë mirë funksionojnë. Është e nevojshme. Banja publike, po sigurisht se këta ai një për shembull që vesh i lirojnë organet, mos të mame, do të vjetë që është. Si vjetë dhe rrërën e kanë punuar, kanë ecur më mirë. Është menduar domethënë për pensionistët, më kupton? Sa më mirë neve jeti jemi, aq më mirë jemi. Çfarë duhet më shumë? Ja, këto banja gjitha kjo, sepse ka nevojë njerëz. Ka nevojë njerëzit, se nuk janë të gjithë njerëzit një. Banja të vendosen, ja si u vendosën dushet. Tani nëse është vendosur dhe për këto shezllonet, ka pasur shezllone këtu, po ne jemi dhe pak njerëz. Ishin i morën, i prishin, i shkatëruan. Sa më mirë, aq më mirë. Sa më komoditeti jetë, aq më mirë. Do që kulturë, se atje nuk prishet gjë. Do të deti, ju po tani shkojnë në det? Shkojnë në det. Ka të përndërgjeshëm, më kupton ka, është e rëndësishme. Për kryer nevojat. Po, është gjëna, Banja kuptoj, nuk do jenë shumë funksionale, po të jetë pak të njësi. E kupton, nuk do jenë, nuk diskutohet se jeni një shtëpi edhe prandaj po të jetë. Mendimi im të jetë. Pas lajmit të transmetuar në televizionin 6+ Vlora, ka patur një reagim pozitiv nga Bashkia e Vlorës, ku dushet këtë të martë kanë qenë në funksion. Mungesa e rojeve bregdetare në plazhin publik të bashkisë është një problematik që duhet të zgjidhet sa më shpejt, ndërsa do të duhej që pushuesit të kishin afër, po ashtu edhe një qendër shëndetësore për rastet e emergjencave.